thënë student, të cilët nuk din as për çfarë kanë ardhur. Siç ka të tjerë që okay, nuk i pëlqen lënda apo dega, apo përpiqen të bëjnë maksimumin e tyre për hir se duhet dalin në jetë apo për hir sakrificës që prindi bëri për t'i sjellë aty. Po të arri studentit pyesi ore çfarë jam, bachelor apo master, dhe nuk kupton që bachelor është cikli studimeve dhe jo dega që po ndjek, është absurditeti më i madh. Ti e pyet çfarë dege, thotë jam bachelor. Ore dakor, po çfarë po ndjek? Po bachelor o zysh. Ky është nuk di. Domethënë pse zë kuotën e dikujt tjetër që mund të jetë në një zonë shumë thellë që nuk ka mundësi. Pastaj këtu janë gjëra të tjera që më mirë mos t'i futemi se është shumë suportuese e personave që përpiqen. Mund mos jenë ajo ekscelenca, por që përpiqen fort. Dhe unë mendoj ndonjëherë që një individ i cili është i zgjuar por nuk ka vullnet, nuk ecën kurrë sa një person i cili mund mos ketë atë kapacitet, por që ka një vullnet të frikshëm.